Zëvendës kryeministri Albana Koçiu zgjodhi Sarandën për të prezantuar masat në sezonin turistik. Sipas saj, rritja e fluksit turistik nuk ka krijuar vonesa në pikat doganore, ndërsa bëri krahasim me situatën në Bashkimin Evropian pas vendosjes së verifikimit elektronik të pasaportave. Në një kohë kur sistemi i ri europian i kontrollit kufitar po krijon rradhë dhe vonesa të mëdha në vendet e Bashkimit Evropian, Shqipëria është cilësuar nga shumë burime si një shembull për mirë menaxhimin e kufirit dhe mungesën e rradhëve. Policia e rendit dhe ajo rrugore po ashtu do të kenë angazhim konkret. Duke filluar nga shtimi i sporteleve dhe personelit në detyrë në pikat e kalimit kufitar, përmirësimin e sinjalistikës rrugore, caktimin e kalatave të dedikuara për anije turistike, lehtësimin e procedurave të kalimit të kufirit, si dhe patrullimin e vazhdueshëm të hapësirave bregdetare për të garantuar sigurinë në det nga mjetet lundruese. Koçiu shtoi se strategjia nuk përmban vetëm masa të sigurisë, por edhe argëtim. Po vendos në funksion një seri eventesh dhe ngjarjesh kulturore. Gjithashtu, institucionet të tjera të varësisë, si inspektoriatet, janë përgatitur për të siguruar që plani i masave të marra të zbatohet me përpikmëri. Në 2025-ën, Shqipërinë e vizituan rreth 12.5 milion turistë, ndërsa ritmi pritet të jetë edhe më i lartë këtë vit.